Avokati i familjes së aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari Tom Gashi quajti të pavërteta disa nga deklaratat e ministrës së drejtësisë Durata Hoxha se në autopsi në rastin e Astrid Deharit kanë qenë 3 përfaqësues të Euleksit. Sipas avokatit Gashi, i pranishëm ishte vetëm një përfaqësues i Euleksit. Sipas saj kanë marrë pjesë 3 përfaqësues të Euleksit, gjë që nuk është e vërtetë dhe tash shumë thjesht do ta shihni që ka marrë pjesë vetëm një përfaqësuese e Euleksit e cila ka qenë totalisht jo aktive. Unë kam qenë gjatë procedurës së obduksionit që ka zgjatur më tepër se 2 orë gjys, por prapë dokumentat flasin vetë. E shihni që ka qenë vetëm një përfaqësuese, zonja Tarja Fornista. Avokati Gashi hodhi poshtë edhe deklaratën e ministrës Hoxha, e cila ka thënë se video inqizimet në burgun e Prizrenit janë marrë atë ditë kur ka vdekur Dehari. Sipas avokatit Gashi, këto video janë marrë 4 ditë më vonë. 4 ditë më vonë është bërë kërkesa për marrjen e DVD-ve apo inqizimeve nga korridori i burgut të Prizrenit dhe jo ashtu siç deklaron ministrja, unë nuk di pse thot ai ashtu. Këto janë publikuar në media të caktuara dhe mund ta shihni fare letë se sa letë mund të manipulohen, apo sa letë mund të ketë shkëputje dhe prerje të shiritit apo të DVD-s që është përdorur për incizimin e korridorit të burgut të Prizrenit. Avokati Gashi tha se gjatë kësaj periudhe është bërë edhe analiza e ADN-s dhe se janë marrë shenjat e gjakut të Astridit në rrobat të cilat janë gjetur në qeli. Avokati Gashi shfaqi edhe videon ku ministria Hoxha sipas tij ka injoruar peticionin e 24.000 qytetarëve, i cili është dorëzuar në Kuvendin e Kosovës. Që ministria e drejtësisë deklaron, do thotë, ajo nuk e din se çka don.